Rikthehemi. Jemi përsëri bashkë në Shi e Shtëpie, si gjithmonë ju falenderoj që jeni me ne. Është koha tani të sillim recetën tjetër. Një recetë e cila do të jetë shumë e pasur me fruta të thata dhe me mjalt. Duke qenë këto, padyshim që është një recetë e shëndetshme. Është nga ato produkte që ti e konsumon një nga pak pra në ditë dhe merr si thua atë dozën e mirë të vitaminave që kanë këto apo mineraleve që kanë këto përbërës. Le të shohim pak bashk se çfarë do të kemi. Atëherë kemi fruta të thata dhe fara. Kemi zgjedh arra, bajame, kam gjysmë gote me fruta me fara që janë fara kungulli, lule dielli, fara lini, kemi farat e susamit, fara chia, gjalp, kanell, pak fare krip dhe mjaltin që është më i rëndësishmi për ta bërë këtë recetë shumë herë më të pasur, sepse këto lloj recetash kur i përgatit vetë në shtëpi, i ke edhe për gjatë gjithë javës, sepse gjatë ditës një copë mund të konsumohet, sepse ka goxha energji edhe vlera, po edhe kur blihen nëpër këto marketet, sikur nuk besoj shumë Katerina te këto, që se kush e di se çfarë mjalti kanë hedhur, sheqer. Ne do ta bëjmë sot me mjalt tamam. Tani, do të na duhet tigani, sepse do t'i presim në copa, nuk do t'i grim me grirse, do t'i presim me thik frutat e thata, të cilat do të bëhen si copza të mëdhaja, dhe do t'i hedhim të gjitha në tigan. Do t'i pjekim pak në tigan, pa vaj pa asgjë, dhe më pas do t'i hedhim aty gjalpin, mjaltin, kanellën, pak kripe do që të balancoj, e bën shumë të mirë kripa, të balancoj pak atë ëmbëlsinë. Do të fillojmë me njëherë nga puna, duke prerë fillimisht arrat. Do t'i presim në copa të mëdha. Në copa të mëdha, po. Tani kush të doj dhe mund t'i gri t'i bëj kështu si miell, po që do dali shumë e ngjeshur dhe për mua është shumë e rëndë. Kjo kur është pak krokante, hahet edhe më mirë. Atë mund ta bëj dikush që nuk do të kafshoj copa shumë të mëdha, domethënë që me pjesën e dhëmbëve diçka më të butë. Edhe mund t'i hedhi dhe tërshër për ta bërë akoma dhe më të ngjeshur. Kjo është çfarë të keni në shtëpi. Dhe ato frutat e thata kur mbeten ndonjëherë aty që ikën ajo lagështia, e humbasin. Kjo është një recetë shumë e mirë që mund ta bëni, mund ta përgatisni. Besoj se jemi okay me këtë prerje shumë. Shumë e mirë. Ne do të përdorim mjaltin e luleve për këtë. Po, mjaltin e luleve. Ta ndezim apo? Do ta ndezim, po do t'i hedh të gjitha një herë, pastaj t'i grij edhe bajamet. Perfekt. Ndërkohë po ndalim pak tek Be Magic. Pikërisht produkti që ne do të kemi sot në fokus është produkti Be Magic, por një prej tyre që është mjalti i luleve. Me këto paketime kaq praktike për konsum që mjafton të hapësh kapakun pra të marrësh sasinë që të nevojitet dhe më pas e mbyll përsëri kapakun dhe është e përdorshme si pako lehtësisht nga të gjithë. Natyrisht që këto pako janë akoma dhe më praktike dhe më të këshillueshme, të sugjeruara për restorantet, për baret, të cilat duke ofruar ushqim ndonjëherë në ato banketet e mëngjesit për shembull, atëherë është më mirë të jetë ky produkt që të jetë akoma dhe më higjenik, më e pastër, më të kujdesshëm edhe konsumatorët. Por çfarë gjejmë tjetër nga Be Magic? Nga Be Magic gjejmë shumëllojshmërinë e llojeve të mjaltit flas pra, sepse kemi edhe atë të portokallit që është fantastik. Është ai pishës që mua më ka pëlqyer jashtëzakonisht shumë nga Be Magic, duhet ta provoni. Është i tërfilit, është i gështenjës, i laçi natyrës, një mrekulli apo magji e bledhve. Dhe mjaltin e luleve të cilin ne po e përdorim, e gjejmë edhe në paketim më të madh, siç është ky që kam këtu. Ja ku është, por është edhe paketimi i vogël, pra ai për fëmijë që është ky këtu. Përsëri me kapak, të gjitha këto pra si variante që të konsumohen lehtësisht në rastin e fundit edhe nga fëmijët. Është një mënyrë për t'ia dhënë të personalizuar mjaltin, pra të ketë atë pakon e ti ose të saj. Dhe të mos harroj që është më e rëndësishmja, më lejoni ta marr pak pakon këtu. Një nga dhuratat e mia të preferuara nëse do të kisha dikë që vjen nga jashtë, jeton jashtë edhe do një aromë apo copës shqipërie, është ky produkti që do t'ju sugjeroja, ku janë 3 lloje mjalti. Në këtë rast kemi edhe të tërfilit, edhe të gështenjës, edhe të portokallit. Të gjitha në një paketim të vetëm, e sjell bukur, e stampuar këndshëm, e punuar në këto produktet e drurit, artizanale, e gjitha kështu si një produkt i natyrës, po gjithashtu edhe i njeriut këtu në Shqipëri me artizanat. Është vërtet shumë dhuratë e mirë.
që të bën mirë në fundit edhe për shëndetin. E kemi gati, kam coptuar. Do t'i hedhim edhe këto në tigan. Afro pak këtu që mos na. Ndërsa farat nuk do t'i grim me thikë, siç janë, do t'i hedhim sepse janë të vogla. Ja, kështu. Do t'hedhim, ta ndezim këtë tani. E mbajmë temperaturë të ullët? Po, në temperaturë të ullët, sepse nxehtësia nga poshtë pastaj fillon dhe na i djeg, marrin atë të zezën me një herë. Po. Fillon me një herë. Me një herë. Bukuri. Do t'a lëm një minutazh të shkurtër, do t'a shohim vetë derisa të fillojë dhe të ndihet aroma. Ndihet aroma e pjekjes së arrave, të bajameve dhe do të shtojmë farat, do të shtojmë gjalpin nga fundi që t'a lëm mirë pjekjen e këtyre, kripën, farat chia, që unë do t'i hap tani, që do t'i shtojmë akoma më shumë vlera kësaj recete. Farat chia dhe farat e susamit do t'i hedhim nga pak. Ja të marrë një lugë. Do t'i shtoj të kjo gota që kam këtu me farat e tjera. Një lugë gjelle farat chia. Me fibra, me proteina, me gjithë qka që në duhet. Dhe një lugë gjelle fara susami. Ja, po i keni. Super të shëndetshme, produkte që nuk duhet i mungojnë shtëpis. Janë këto që Teuta i ka sjell në paketimet Superfoods, pra super ushqimet, dhe që realisht duhet konsumuar rregullisht. Edhe me receta pastaj në lidhje me llojet e farave që po flasim, ka shumë, përveç se i keni edhe në sugjerimet e paketimeve të Teuta Company. Ka në internet pa fund variante të shëndetshme se si të konsumojmë edhe farat chia, edhe të susamit, edhe të amaranthit, edhe të linit, e qa nuk ka nga Teuta Company. I trazojmë mirë që të marrin atë nxehtësi, ndërkohë bashkë lexojmë recetën. Përbërësit që do na duhen për këtë recetë të dytë për ditën e sotme janë 1 filxhan arra, 1 filxhan bajame ose lajthi, është preferenciale. Kemi gjysmë filxhan me fara, ku kemi miksuar farat e lulediellit, të kungullit, të susamit, chia. Kemi 3-4 lugë gjelle mjalt, 1 lugë gjelle gjalp, 1 majlugë krip, dhe për aromë shumë të mirë, pak kanell. Frutat e thata shkojnë shkëlqyeshëm me kanellën dhe me mjaltin sigurisht, pa harruar se sa e mirë është për shëndetin për këtë periudhën e virozave, edhe mjalti, edhe kanella dhe të gjithë ata përbërësit e tjerë. Do të shtojmë farat. I kam bërë mix të gjithë farat këtu në këtë gotë. Do t'a lëm dhe pak me farat, frutat e thata bashkë me farat. Mund t'i shtojmë kanellën që tani. Do t'i shtojmë kripën. Kripa mund të hidhet në këtë formë, ose mund të hidhet edhe në momentin që i kemi dhënë formën të gjithës në një tavë që më pas do t'a lëm të ftohet dhe t'a presim, mund t'ja hidhni dhe aty në sipërfaqe, krip Himalaja ose krip të bardhë. Bëhet si karameli kripur ajo pastaj kur në momentin që e konsumon, pjesa e kripës sipër pa grimca kripe del shumë e shijshme. Ky është opsioni me copa, mund edhe kush të dojë mos ta bëj me copa, ti ngrit të gjitha këto në një grirse, ti bëj si pluhur, ti kaloj në tigan dhe me pak miell do të bëhet dhe ajo si një brumë. Dhe për këtë do të na duhet letra fino, për të bërë gjithë masën e cila do të jetë me mjalë, do ta hedhim në një letër fino lart dhe poshtë, do ta shtrojmë dhe do t'japim formën që duam. Më pas ajo pritet me copa dhe është rregullt, nuk ka rëndësi, ose në forma drejtkëndshi. Letrën fino pra e kemi të domosdoshme për këtë recetë, siç e tham edhe më herët, është ai produkt që do ta duhet për të dhënë formë. Dhe do ta shohim gjatë përgatitjes, Gjeni do të na tregojë se si do të jetë. Arsye për të buzëqeshur si gjithmonë është fino, për cilësinë e padiskutueshme, siç e ka edhe vet logon. Është fino, është perfekte. Në fakt është çdo produkt
qoftë sfungjerët, qoftë pecetat, qeskat e peturinave që janë super rezistente, shumë të mira dhe në volume të ndryshme, në kapacitet të ndryshëm për t'ju përshtatur çdo lloj përdorimi, qoftë shtëpiak, qoftë aty në bizneset të ndryshme, në lokale, janë praktike dhe shumë të mira që të mos keni probleme në zhvendosje dhe në gjitha të magazinimin, po themi, mbledhjen e gjërave. Edhe kur në fakt qeskat e mbeturinave mund të përdoren aq cilësore dhe të forta janë, jo vetëm për funksionin e tyre të parë, po edhe për të grumbulluar dhe magazinuar produkte të ndryshme, të cilat ne duam t'i ruajmë diku në një depo, në një magazin të caktuar. Realisht kanë edhe përdorime të tjera përveç përdorimit pra të parë. Tani, aroma shumë e mirë. Tani po ndjet aroma. Tani është momenti që të shtojmë mjaltin dhe gjalpin. Gjalpi, Katerina, duhet për arsye dhe mund mos ja hedhim, po do të bëhet shumë e fortë pa gjalp, e gjithë përzierja pastaj, do të bëhet shumë e fortë për dhëmbët. Kështu që e mira është që pak gjalp, një lugë gjelle ta hedhim. Do të shtojmë dhe mjaltin. Mjalti, kur është e kjo qesja, është i butë, siç e shikoni, do thoni ju si do na arri masa e fortë. Mjalti e humb pak lagështi, prandaj e hedhim këtu në nxehtësi. Po ja hedh kështu direkt, mos të më mbaj luga. Po nuk është të kaloj në skuqje dhe në vlim. Jo, do ta ulim temperaturën kur t'i shtojmë mjaltin shumë. Do ta lëm në minimum, sa të zbutet. Po e mas kështu lugën, që mos të më marri dhe luga një pjesë të mirë të mjaltit. Dhe ja, kjo është lehtësia e këtij paketimi, pra. Nuk ka nevojë të përdoret. E hedh direkt, po. Dhe mjalti do të karamelizohet, do ta lëm pak fare, sa të arrin atë ngrohtësi, unë prandaj po e hedh kështu në sipërfaqe. Të shojmë a ka nevojë më për mjalt pastaj. Temperaturën do ta ulim në minimum. Thjesht të ketë pak ngrohtësinë. Këtu kemi të nxjerrën akoma në punë që kemi vendosur dollmas, edhe 6. Shikon te 6. Edhe 6 minuta. Ka një pyetje nga salla. Po, më thuaj. Nuk e dëgjua më thon butonin sote. Një nga vlerësit. Një nga ata që duan ta blejnë. Po. E ka edhe opsionin sote, patjetër që e ka. Ka opsionin sote. Faleminderit. Në momentin që doni të ka urdisi me kapak hapur, si që kemi bërë dhe tek LD Premium, pa tjetër që mund të shtypni opsionin sote. Fillon vetë nxjerrja, e më pas shtypni opsionin që lexon cancel, që e fike bën në 0, dhe filloni programacionin që ju doni. Ja, ku e ke? Kujdes, Katerina, se i lëvize vaj. Se aq duan ata material, duan. Që t'i vinë ndim klientit, sote, ja ku është po, mësot, Katerina do më ndihmosh duhet të përpiqesh pak, thjesht ta lexosh. E do të gjë gati. Do ta hedhim këtu gjithë masën te kjo tava që do t'japim formën, sepse ajo do të ngri më pas. Duhet ta hedhim sa më shpejt. Po, Katerina po më ndihmon me përzierjen që të mos na ngri aty. Ja, kështu. Dhe mjalti është ai ngjitësi kryesor i kësaj recete. Duhet patjetër të ftohet, dhe do fillojnë do ngjiten këto me njëra tjetrën. Sa e mirë del. Po shumë mirë. Nuk po e bëj sa tava, po e bëj më të vogël që të dali më e plot. Ja, kështu. Dhe letra e pjekjes në këtë rast mund ta kthejmë dhe kështu ta ngjeshim pak. Shumë mirë, që edhe japim formë dhe na duhet që të bëjmë shkëputjen lehtë pastaj kur të ngri, po themi produkti, kur të formohet. Është gati. Duar. E lash letrën të madhe për arsye që duhet ta na ndihmon ta ngjeshim me dorë, sepse me dorë do të na ngjisë mjalti, kurse me letër urdhron. Sa fara që mund t'i kalojmë prapë. Perfekt. Dhe një herë pra këto copza energjie me mjalt dhe fruta të thata i japim si recetë me shkrim. Unë do ta vendos pak në frigorifer këtë, që ta kemi gati, besoj, deri nga fundi. Do të satëri, po gjithsesi, t'i bëjmë fotot e bukura. Përbërësit tham pra janë një filxhan ara, një filxhan bajame ose lajthi, këtë preferoni nga këto mund t'i miksoni dhe të treja. Kemi gjysmë filxhani fara me lule dielli, kungulli, susam, chia, këto janë ato që miksuam.
Kemi 3-4 lugë gjelle mjalt, një lugë gjelle gjalp, një maj lugë krip dhe pak kanell që jep një shije shumë të këndshme. Kaq do të bëni gati, përdorni mjaltin e luleve nga B-Magic, lehtësisht pra e aplikueshme, pa çuar dëm asnjë pikë, por siç e pat nga kapaku me njëherë hapim pra kapaku dhe me njëherë e kalojmë në tigan në këtë rast dhe përgatisim këtë recetë që për 5 minuta është gati. Unë po e afroj LD Ultra tek Gjeni, që ta ketë afër, ta kontrolloj minutazhin, ndërkohë kujtoj numrin e telefonit, sepse LD Ultra është një produkt i ri, i sapo prezantuar sot, madje ndaje kemi vendosur në punë, enkas që ta shihni edhe se si përdoret, si funksionon. 069 944 24 25 është numri ku mund të porosisni tani për vetëm 6.000 lek. 60.000 lek këtë pajisje. Këtu keni dhe faqen e Instagramit, atje ku po bëhet nami, më thanë, po bëhet kërdia me blerjet e fund vitit, edhe me ofertat që janë her pas here aktive edhe në Interesant Albania dhe në Kenwood. Kështu që nëse doni që ta merrni këtë tenxhere, duhet të bëni tani porosin tuaj, sepse duke qenë në këtë çmim jam e bindur që do të ketë një fluks blerjesh. Siç e dëgjuat, edhe pak më herët pati blerës edhe nga regjia, kështu që kemi ecur mirë Gjeni sot. Mirë jemi sot. Kemi bërë një punë të shkëlqyer. Dhe LD Premium, që është më e madhe në kapacitet, pra modeli i kaluar, vazhdon të jetë në ofertën 8.000 lekë. Unë thjesht po ju a them se varet çfarë preferoni ju të merrni. Festat e fund vitit kanë zbukuruar edhe qytetin në Poshia, në fakt në Instagram, sepse nuk dola, që ishte zbukuruar pjesa e bulevardit, një dekor i çuditshëm edhe këtë vit. Në fakt e diskutova dhe unë me bashkëshortin, kishin vënë ca drita kështu të kuqe, blu, të bardha, pak të çrregullta, diçka e tillë. Në përpem, kur areon, edhe ato tek pjesa e rrugëve ishin si ADN-ja, pak a shumë ishin kështu që me rrotullim. Po nuk ishte lidhje realisht fare me Krishtlindjet atë gjë. Ishte pak si, jo me ngjyrat e Krishtlindjeve, po gjithsesi. As ngjyrat, as dizajni, po themi format që ti ishte e lidhur me Krishtlindjet që kanë yjet, ku diun këto lulet festive, ka ca modele që janë enkas për Krishtlindje. Kuqe nuk ishte, asaj goldi që i karakterizon Krishtlindjet e kuqe dhe goldi, e verdha e bukur. Një dekor i çuditshëm. Dhe pemët ishin me ca ngjyra të çrregullta, dritash, roz, ku diun, jeshile, blu, këto ngjyra sigurisht. Me çfarë pash në Instagram, po nesër ndizen dritat e pemës, pas dite. Nesër, në pas dite. Pema këtë vit, nëse ka ndonjë ndryshim pema. Po kjo pra është atmosfera festive në qytetin e Tiranës, që nis kështu dal nga dal, sigurisht në kohën e vet, se data 6 është periudha më e mirë për të vendosur dritat edhe për të ndezur pemën. Besoj do të jetë diçka interesante dhe që do të jap edhe një lloj ritmi tjetër qytetit, po është bukur se mund të dalësh me këmbë, të jep atë kënaqësinë, edhe është vetëm në fund vit që nuk e ke gjatë gjithë vitit edhe bezdisesh edhe nuk të bën përshtypjen. Mezi presim edhe fëmijët në fakt, mezi presin që t'jen ato dritat ndryshe në qytet kur dalim me këmbë. Dhe shtohet fuqia blerëse ndoshta, pra edhe turistët vinë më shumë, shijojnë diçka nga qyteti. Vinë edhe njerëzit nga jashtë, afërmit kryesisht në këtë periudhë. Po. Periudhë shumë e bukur. Është realisht është. Edhe kështu, nejse, kisha ato vërejtjet e mia për burimet. I thash, pse mos të them. Gjeni, të falenderoj shumë. Faleminderit, Katerina. Ishte shumë kënaqësi për të dyja recetat, meqense sa minuta ka, se mua më mbeti pak më. Dhe 1 minutë. E po mirë, po presim atëherë. Edhe 1 minutë do presim për recetën, se nga meraku doja në fakt ta shihni. Do të nxjerrim dhe avullin, bën vetë sinjalin kjo të mbarimit, të përfundimit. Po mirë, pak a shumë. Edhe do të nxjerrim dhe avullin. E mira fare është që avullin në çdo gatim, jo vetëm në këtë, ta mbaj brenda tenxherat dhe ta nxjerri automatikisht, pra dal nga dal. Po normalisht kur ju jeni në punë, do ta nxjerri vetë se s'ka se të ndodhi ndryshe. Dhe po ne do ta hapim tani që ta shikojmë pak në sipërfaqe, sepse ato nuk janë ftohur, të mpiksen pak që mos t'i hapim të na derë dhe të na shpërbëhen. Edhe, ja, ta shohim. Thjesht për një ide, do doja pak të një pamje ta kishim, pavarësisht se pjata do të fotografohet pak më vonë, kur t'jetë edhe pak më e ftohur, gjithçka siç e bëjmë në shtëpitë tona servirjen, po njësoj bëhet edhe për rrjetet tona sociale. Mbaroj. Përfundon. Tani, në momentin që përfundon, këto dy shenja tregojnë që ushqimi brenda po mbahet ngrohtë. Ne nuk e duam të mbahet ngrohtë në këtë rast, shtypim cancel dhe bëhet 0. Po e ndjej kur e kap të dorezën akoma atë vlimin e madh që ka, do t'ja nxjerrim avullin tani me një herë.
Në rregull. Unë po ju jap recetën e parë, do të marr me shkrim, teksa bëhet dalja e avullit, siç e tham që ta hapim kapakun dhe të hidhni një sy të gjithë. Kjo është ideja. Një lakër dhe më pas përmbushjen, 400 gram mish të grirë, kemi një qep mesatare, 3-4 lugë gjelle oriz, një lugë çaj krip, gjysmë lugë çaj piper të zi, gjysmë lugë çaj spec të kuq, pak kopër, 2 lugë vaj ulliri. Me vajin e ullirit pema gjithmonë. Për lëngun kemi 1 lugë salcë domate, 2 gota ujë të nxehtë, pak krip dhe pak vaj. Ndalem tek vaji i ullirit, meqense edhe me ato u mbyllën të dyja faqet me atë përbërës. Me vajin e ullirit pema, ne kemi përdorur vajin e përzier në këtë rast, po keni edhe vaj ulliri të virgjër dhe vaj ulliri ekstra të virgjër dhe atë të pafiltruar, të gjitha janë në dispozicion nga pema. Në mënyrë që të shijoni vaj shumë të mirë nga jugu i Shqipërisë, fantastik nga jugu i Shqipërisë, me teknologji italiane të fundit të 2024-s. Në rregull, do vazhdoj të nxjerr avullin e dhe më pas ne do të shohim përgatitje. Ndërsa, në orën e 2 të programit, siç ju thash edhe në hyrje, do të kemi traditën që bëhet trend, mjeshtrit artizanale moderne, është Blerina, Servetja, Vitjola dhe Ingridi, të cilat do të rrëfejnë pasionin për krijimet unike, si dhe janë natyrisht të punuara me kujdes dhe shumë dashuri këto punime, dhe ne do t'i shohim kur t'jemi në studio. Secila prej tyre me siguri ka një histori të bukur për të treguar, pasi në fakt ato kanë vite në treg, kanë vite që punojnë edhe japin jetë artit të tyre, dhe dua shumë që t'i shohim së bashku dhe të zbulojmë më shumë, përtej asaj që ne për shembull kemi parë në rrjetet sociale nga to. Hapim kapakun Gati, Katerina, është akoma në valë të nxjerrje, duket sepse kanë flluzkat forma është mbajtur, është shumë e rëndësishme edhe mos të kalojnë në tezirje dhe është gjithçka gati. Mishi është i zier, jam e sigurt sepse 20 minuta është mjaftueshëm për mishin e grirë. Të lumshin duart, aroma shumë e mirë. Dhe do ta shohim në fotografi në rrjetet sociale. Faleminderit shumë Xhen, takojmë prapë javën tjetër. Jemi të martën prapë bashkë, si gjithmonë për me receta pak festive, pak nga të gjitha, pak të përditshme, do të shohim se ç'do të bëjmë të martën. Të martën takohemi përsëri me Xhenin, ndërkohë bashkë shkojmë tek të ftuarat. Faleminderit. Mirupafshim.